Më falni, zotri. Mirëdita, zonjë. Çfarë dëshironi? Kemi perime shumë të freskëta dhe mbi të gjitha të shijshme. Shikoni, në fakt unë po kërkoj një punë. Si thatë zonjë? Unë po kërkoj një punë, zotri. Nëse është e mundur edhe ndonjë dhomë. Unë nuk ju ndihmoj dot. Nuk mund të të ofroj as punë edhe as dhomë me qira. Sigurisht, ju kuptoj. Më falni për shqetësimin. Mami, përse u mërzita i zotëria me ty pak më parë? Po çfarë po thua kështu voglushja ime? Gjithsesi, faleminderit, gjithmonë shqetësohesh për mua. Sigurisht. Tani shkojmë të gjejmë një shtëpi për Kozetën dhe nënën e saj. Po. Stane për zonja. Mirëdita, e jani brenda? Më falni që ju shqetësoj zonjë. Jam duke kërkuar një vend pune. A mund të më ndihmoni dot? Po kërkoni punë? Më thoni, keni punuar ndonjëherë si rroba qepse? Sigurisht. Në Paris siguroja bukën e gojës me këtë profesion. Oh, imagjino pak. Në Paris. Atëherë mendoj se mund t'ju ndihmoj. E jani këtu, mos keni frikë. Ju falenderoj shumë zonjë. Eja, Kozeta. Jo, prisni një minutë. Çfarë? Më vjen keq, por oferta ime nuk është më e vlefshme. Po përse? Shikoni, nuk mund t'i ofroj punë një gruaje me fëmijë të vogël. Kam shumë nevojë për këtë punë, duhet të jetoj. Më vjen keq. Më falni që ju shqetësova, zonjë. Ikim zemër? Po. Mamushi, Po? unë kam uri. Po, ke uri. Tani do të kërkoj me njëherë një furrë buke. Në rregull. Pas ka bukë. Ko, Kozeta, të lumt. Pikërisht ato quhen panine. I gjete me njëherë. Është bukë, apo jo? Pikërisht. Hyrë brenda dhe zgjidh këtë duash. Sa qejf. Unë nuk ju ndihmoj dot. S'të ofroj dot as punë edhe as dhomë me qira. Nuk mund t'i ofroj punë një gruaje me fëmijë të vogël. Ma ka marrë shumë uria. Përshëndetje voglushe, vetëm ke ardhur deri këtu? Sigurisht që jo, kam ardhur me mamin. Ja, ku është hyri? Përshëndetje zonjë. Tani mamushja ime do të më blej bukën më të mirë. Shumë mirë, buka që shesun është e ngrohtë dhe e butë. Cilën mund t'ju jap zonjë? Paninën më të vogël, atë më të voglën fare. Si thatë zonjë, panine më të vogël? Më e vogla është kjo, e sigurt që ju mjafton? Po ajo është shumë e vogël. Voglushe, je shumë e uritur, apo jo? Pa të shojmë. Po këtë do të hash do të gjithën? Qeçke me të. Po ajo është... Mos u shqetësoni. Çmimi është njësoj, secila nga këto kushton 20 cent. Kjo është e madhe dhe e bukur. Është shumë e mirë. Faleminderit. Atëherë do të blej këtë. Faleminderit shumë juve, zonjë. Ka erë të mirë. Është e butë si pambuk. Dini gjë, mos ka këtë rrotull ndonjë që ofron vende pune, zotri? Çfarë? Më lini të mendojmë, në fakt, është shumë e vështirë në këtë kohë, të gjithë dhe nuk po ecën biznesi.